Fundjava ka sjellë sërish trafik të rënduar në akset kryesore të qytetit të Vlorës, kryesisht në rrugën transbalkanike, por edhe atë përgjatë vijës bregdetare. Numri i lartë automjetesh, kjo edhe për shkak të numrit të lartë pushuesve, të cilët kanë zgjedhur Vlorën për këtë fundjavë. Duket se edhe ky qershor ka sjellë numër të konsiderueshëm të pushuesve vendase të huaj në qytetin e Vlorës, dhe kjo ndihet qartë edhe në lëvizjen e automjeteve në disa prej akseve kryesore të qytetit të Vlorës, aty ku trafiku dhe fluksi i tyre ka qenë mjaft i madh. Trafik i rënduar në qytet. Fundjava ka regjistruar trafik në disa prej akseve kryesore, kjo edhe për shkak të numrit të lartë të pushuesve, të cilët kanë zgjedhur pikërisht Vlorën për të pushuar. Rruga transballkanike, por edhe përgjatë vijës bregdetare janë regjistruar një numër i lartë automjetesh dhe rrjedhimisht edhe vështirësi në lëvizje. Pavarësisht efektive të policisë të vendosur në disa prej pikave më kryesore, sërish trafiku i rënduar ka krijuar vështirësi në qarkullim. Gjithsesi, mbetet një tjetër fakt që tregon se Vlora mbetet destinacioni kryesor për pushuesit edhe në fundjavë. Të huaj apo vendas të cilët preferojnë pikërisht vijën bregdetare, por edhe bukuritë që ofron qyteti i Vlorës. Një situatë e tillë pritet të na shoqërojë gjatë këtij sezoni, kryesisht në ditët e fundit të javës, ku numri i pushuesve rritet ndjeshëm dhe Vlora popullohet edhe më shumë nga pushuesit.